Dështon privatizimi 4 hidrocentraleve Bistrica 1 dhe 2 si dhe ai i Ulzës dhe Shkopetit. Asnjë nga kompanitë e interesuara nuk ka paraqitur ofertë për blerjen e këtyre veprave energjetike. Kryetari i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave njoftoi se ishin 8 kompani ndërkombëtare që kishin shfaqur interes, duke tërhequr dokumentacionin, por askush prej tyre nuk është ofruar për blerje. Shkak për këtë situatë është bërë formula e privatizimit. Kompanitë kanë kërkuar që të rregulloheshin çmimet me të cilat do të operonin këto hece pas shitjes. Bankat kryesore kredituese në Evropë kanë ato vështirësitë e tyre financiare dhe për mobilizimin e financave të mjaftueshme për të qenë një proces sa më i suksesshëm, gjithashtu kërkojnë një periudhë kohe më shumë në dispozicion. Njëkohësisht kërkojnë edhe një rirregullim të raportit, po them apo përmirësimit të procesit në lidhje me raportin që do të kenë privatizuesit e këtyre heceve me korporatën elektroenergjetike shqiptare dhe mënyrën, procedurën se si do të bëhet prodhimi, shitja dhe transmetimi i energjisë elektrike nga këto hece. Gjatë këtij komunikimi me media të zëvendës ministrit të ekonomisë të pranishëm në sallë ishin dhe deputetë të opozitës, të cilët kanë akuzuar ministrinë se procedurat e ndjekura për privatizim kanë prapavi përfitimi. Synohet një çmim sa më i ulët i mundshëm, dhe ky është qëllimi i dështimit për herë të dytë të tenderit, dhe së dyti synohet që të merret një çmim shumë i mirë në marrëdhënie me korporatën elektroenergjetike. Ishte hera e parë që qeveria nxori në shitje 4 vepra energjetike, cilat edhe pse të vogla janë fitimprurëse dhe përbëjnë afro 6% e energjisë që hidhet në rrjet. Ministria e Ekonomisë pritet të shpallë një afat tjetër për privatizimin e tyre, ndërsa deputetët e opozitës kërkuan që ato të mos shiten në këtë situatë kritike, në të cilën ndodhet sistemi energjetik shqiptar.